Kam qenë këtu të ju dhe kam thënë që 80% administratës shqiptare është e marume. Nxirri videot aty të sfidoj që t'i nxjerrësh. Kam qenë këtu të ty dhe të kam thonë, si ka mundësi një nxënës që mbaron ekselent, shkon në administratë dhe ka një drejtor, një kokër kanari që është politik. Dhe drejtori kokra e kanari që është politik e kam thënë. Ore këtë pa numër, këtu më këtu i këtë thënë. Dhe një minutë ta marroj. Dhe drejtori që është kokër kanari politik, të kam thonë, nuk e lejon atë të çaj përpara sepse i kërkon asaj servilizmin, i kërkoj ta nigjoj dhe i kërkoj të bëj si thot ai që është ignorant. Dhe prandaj nxënësit e ekselentës nuk gjen vend në administratë shtetit. Dhe të kam thënë në këtë studio që unë kam nxënës ekselence, i kom mas 2 vjetëve i kam bu shefa finance, i kam bu shefa prodhimi, i kam bu qërat për sparë, dhe kam bërë thirrje në studio tuj, dhe kam dhënë, kam bërë thirrje në zyrë tuj, ta lënë administratës shtetërore, po të merren me privatin gjithë ta nxënës, se nuk bëhet karrierë vetëm shtet, bëhet karrierë vetëm shtet. Ore i ke thënë? Po. Dhe s'po ta akuzon njëri si ke thënë. Në rregull. Nuk flet vetëm për njëri. Edhe atë ta quaj mos, është e drejta tënde, Edi Rama. Edi Ramën ti, as për... O zotri. Nuk ka ngele drama. Ore ti, po ti ishte gjallë vrizjen dreklusën për e dramën, me kë fletim. Nikjo, nuk, Nikjo, ma merni, ma ullni dhe ma ngrini e dramën. Po si, kush ta ullë e nuk... Ore e ullë e grevet ti mo, vetëm ti. Okej. Edhe e drama ka pjesën e vetë tu në këtë histori. A mund të flasë? Në historinë 35 vjeçare shqiptare. Shumë të madhe. Urdhro. Shumë të madhe. Mlet flasë, shumë të madhe. Tashti, e drama nuk ka nevoj herë me bo bisedën qesharake, se nuk ka nevoj t'i bëj avokati unë. Se më duke vetja qesharak, nuk ka nevoj për mu. Si bënë? Për këtë pjesë. Jo, fare të zemë. Ke parë njerëzit që aton ty? Këtë punë bënë? Njerëzit vazhdojnë korin e tyne, më. Që unë menoj që gjithve u bje me trunë kokë? 90% aty në njerëzve janë gjithë orkestrum, le të vazhdojnë korin e vetë. Tash unë po të spjegoj për e dramën, se pse i besojën e dramës. I besoj e dramës dhe të kam thënë studio tate. E drama për mu të kam thënë këtu në këtë studio, nuk është politikan, po është artist idealist. Dhe unë i besoj për idealist. Dhe e drama i ka gjonat e qarta në kokyll. E drama ka thonë, unë fitova dhe objektivi im është Europa. Shumë bukur. I ka të qarta gjonat. I ka të qarta gjonat e drama. E drama thot, objektivi im është Europa. E drama thot, që kush ka vjedh në administratë shtetit, unë me partinë time kam votu dhe kam vënë spakun dhe e kam vënë para përgjegjësis, të shkojnë të majnë përgjegjësit futën Birusburgut. Në rregull. Jemi okej. Po, ku ka bo gabim mas me godit ashtë ti? Shumë të tjerë mendojnë ndryshe. Si mendojnë? Ti pse nuk i lejon të mendojnë ndryshe këta? Kush ta fa? Cili ta fa? Ti po vërtet mo? Si po vërtet? Po pse po s'vërtet? Ti kundër tyre? Po kur ngre këta, dun me na prunë e komunizmin këta, si po s'gërthasu? Janë ngritur kundër establishmentit 35 vjeçar, kë i ka shkatruar, o Gjergj Luca. Kë ka shkatruar? Të gjithë këta brezat shkatrojnë me radhë, nuk shkatrojnë, nis dije dhe mbaroj kjo punë. Ka 35 vjetë që këtu, e diti kush janë njësë më të pasur Shqipëria? O Gjergj Luca, një minutë, ngrije kokën dhe më qiko. Nuk jetë ti, mo, nuk jetë ti. Janë politikanët, o doktor. Ti fusim burg. Oke, parti. Po, mo, të venë për ti. Po, ti fusim burg, që tjetë, një ka një gjithë burg. Ti fusim burg. Janë njësë më të pasur. Dhe ndajtë kanë të drejtë që dalin këta, mo, zotri. Ore dha, këtë dalë tija, kanë dalë, unë kam thonë, kanë nga 3 vila në Bregdetit, këta palashë, ti mori ti fusim burg. Kemo. Këtare që janë politike, që janë administratë, një drejtor administrate, ka 5 shtëpia, kur Gjergj Luca ka i shtëpi. Po pra. Po pra në rregull. Po pra. Po t'akord. Po se bërë njeri pa. Po të qojnë kundër atyne. Jo të qojnë këta kundër sistemit. Dhe të thonë, kapitali, turizmi, rivjut. Pra këtu është nërtuar Gjergj Luca. Si, ma spjeko. Ore, nga i buron kjo urrejtje këty nëse se kuptojnë. Ma thuj t'i yllë. Nga i buron kjo urrejtje. Pastaj aty bashkojnë dhe grupimet tjera. Ka dhe probleme sa të duesh. Po pjema. Aty bashkojnë edhe mitoman. Një minutë me minutë. Bashkojnë dhe mitoman. Dhe delirant. Bashkojnë bloj njerë. Edhe shoqatat, që kam 35 vjetë. Edhe shoqatat që kanë i fusin lekët të cisa. Edhe gazetarët vjekena që e majnë veten për gazetarët, gazetave të mëdhaja, që dalin dhe kalojnë në orgazm, që nuk e tonë të t'ja thik një rivut biznes. Po mirë, po media gazetare, të janë zagar. Po media ndërkombëtare, falë minutë. Po pse media ndërkombëtare? Cilat media? Masturbim po ben. Orgazm. Cila media? Të gjitha. Po qa thonë? Gazetat më të rëndësishme dhe mediat. Qarë thonë mediat? Thonë që janë ngritur shqiptarët brezi ri. Cili shqiptarë?
Se unë shqiptar aty, shqiptar unë këtu kam pa 5 ditë të para, më shmu shpirti kam pa qytetar. Cilë ka qenë 5, ka qenë shumë ditë. 10 ditë. Pastaj ata nuk i ndalojnë dot. Kanë pas gjithë drejt e Zotit që dalin dhe të protestojnë dhe unë shpirtërisht dhe emocionalisht kam qenë në atë protestë. Ore, dhe unë nuk jam që të dalin Pse devijoj kjo protestë të mitomanët, delirantë nuk jam dhe unë. Pse devijoj? Po nuk, ore, askush nuk është që të dalin. Çështja është problematika Lucë, lexoje, përpiqu ta lexosh në këtë mënyrë këtë punë. Që çfarë do me më thonë mu, që administrata është shqiptare 70% e korruptume, apo parlamenti shqiptar 90% janë hiqër duhet ikin. Tash i yll, unë të sfidoj, për hatër të këtyne, unë të sfidoj, thuj regjisorit tatë të vërë, qa kam thonë unë para 3 vjetëve këtu, që më thonë mu nuk e ke shajt e të ramën ti, dhe ke majtë që drim keq. Lutëm, vetëm vërë për hatër tim. Sinkroni 3, sinkroni 4, vërë për hatër tim të shofi, para 3 vjetëve. Po qëfar regulon ti me këte, kur thua që është i kalbur? Kush? Kësi gjë po bëjnë këta? Po jo të njëtë gjë e them dhe unë, po. Ta shti këta du me nga këthy sistemin, du me nga kalu në komunizëm. A i keni, mo. Shmendim ke për njerëzit që kanë drejtuar vendin dhe pas viteve 90. Në përgjithësi, për këtë klasë politike që ne kemi patur për 30 vjetë. Kjo klasë mbete. 90%... Me ndonjë përjashtim të rallë, ta janë këtu, dhe i në vdekje. 90% jonë hajna bandit perversa. 90%. Ti ke thoti 90%? 90%. Yll, janë njerëz normal që mundohen dhe vegjetojnë në për parti, që janë njerëz kanë pak frikat sake njofin ligjin. 1% janë njerëz që dhe ky 1% që është i dam në përqindjen e vetë, që dun të japin një performansë mirë për të kapë vëndin e liderit, kupton që dhe këtu një 90% janë hale, dhe 1% është ai burri që ti e di se qa mendimi kam unë. Pushteti lokal është cop, dhe pushteti lokal është pushteti që është ma afër popullit. Kur unë kam ardhur para 10-12 vjetëve për të bërë biznes si Lezhën, si Elbasanin, si Tiranën, i kam gjetë me një minimum nomenklature 500-600 vetë, 700 vetë. Sot kanë nga 1500 vetë, 2000 vetë në punë. Është shkatrim. Pushteti lokal është katastrofë, ka urrëtitje në njerëzve dhe është jashtë çdo shërbimi civil për njerëzit, për ujtin, për dritat, vetëm për ralla dhe demagogji. Dhe e drama, unë, miku jot, kërkoj një sfidë prej jush. Dua që si imprenditor, si prodhues, të më japësh bashkinë më të varfër të Shqipërisë, për të administru unë me i dhonë shemullin gjithë të popdelave që janë kryetar bashkie, se si administrohet prona e shtetit. Dhe po të them një gjë, miku im, që ne, prodhusët, që na dhem shpirti që e dum këtë vend dhe besojmë të ty.